Përshëndetje miq, sot e nismi vlogin e ri se dia është ai 5, ai 6, që na të shku në Prishtinë. Ta që na të shku në Prishtinë edhe mund ka lënë për mas si gjithë. Mirë se jo aty në vlog. Përshëndetje edhe pi trunit të ekipit Impossible. Mjeku. Pi kokës. Gjashtu ma këni lanë nofën lonza. Mjeku. Qepi unë, vetë pres vetë qep. Pak a i gare përshëndetje për gjithë, jemi këtu prap me Jonin, Leonardin që shëpillorin qën legendën tonë. Sot po fillojmë vlogin e ri, Lonza nuk e dikti edhe ai 6, ai 7. Qendra e Gjilanit, edhe së bashku sot i kemi disa punë në Prishtinë, kemi me shku me i kry këtë vlog të ri, po e fillojmë tash edhe së bashku. Shpresoj që gjithë jeni të pas një javë sa ma të mirë, java veç se nesër na qelet java tregtimit, a keni po veç nën bot jena që gëzomi për të hanën. Veç puna jonë ose prej të pakta në botë rinj që a ke po, është që na gëzomi të hanën. Jonë, a gëzohesh ti? S'mund të kalzohemi të zubres. Na me yti ku me shi. Oj Lonz, shehre të bo. Ale dhe Për fonca du të më konë, kur vjen puna që edhe rrugës me këshyrë. A ke po Lonza, Fënasi në të sotit. fol për disiplina mo me bu rali, me lujta, a fitnessin e le, mire. Me fitnesi me ka ke. Knaqe. U desht dhe po kjo është puna tjetër kënd, po për ndryshe që tash zbashku me djemë të jemi veç se edhe pak mrina në Prishtinë, e kena një farë punë qështu, edhe hajdi me neve për me po qështu qështu e kena fillu një super vlog të mirë, edhe për me po qysh vjojnë për diqëmarit tonë. Përshëndetje miq, sot jemi me ditën e radhës për sa e përket pjesës e vlogit. Sot është dita e martë. Dje nuk kemi xhiru fare, atë ditë kemi xhiru vetëm pak për arsye të rëndësisë se është puna gjithmonë kur ki ndoshta një takim ose diçka ose në ajsen është gjithmonë te pjesa e respektit, te pjesa që telefonat, senet, venet milon anash, mysafiri respektohet që duhet. E sot jemi me një ditë të radhës, po risi e ditës sotit momentalisht është një high of the day që momentalisht edhe aktualisht është të ndodhë, edhe po ashtu është që njëri prej mentorave tonë e ka bo një tregtim që në tash ju e tregoj, është gjithsesi live, një akont që e ka pos më herët, që e ka pos një losing streak, do me thonë humbjet një pas njëshme, që është më se normale të pjesa tregtimit. Do me thonë, e ka pas vetëm 1.5% fundit para se mu djek që aja akont, po të njëjtin trade, e ka tregtu edhe tashmë aja akont është në profit. A përshë që ka do me thonë sistemi, që ka do me thonë pjesa që pa morë parasysh disa humbjeve që na jemi fajtori kryesor që i bojnë, që është mëse në regull, se nuk jemi robota, jemi njerëz, gabojmë, kemi kohë, jo shumë të mira, sidomos tregtar të rale, din për këtë aspekt, se na nuk kemi dalë të me ju tregu që du të më konë perfekt ose diçka. Perfekto zotja, por edhe nuk kemi dalë me ju gënjy këtu, edhe me bo këtë punë tuti që e zen këtu edhe fiton edhe ti shket, jo, këtu është realitet. Këtu mund është edhe me humbë edhe kështu, po esenca është që fitimet mi pas ma të maja se humbë. Pa humbi nuk mund, me probabilitet, me shansa, me gjithë qka i ki këtu. Tash për ju tregoj tregtimin që është e bome në GBP USD edhe e shojmë live së bashku. Shpo mundi me po që kjo është tregtimi në GBP USD. Mundi me po këtu në altë, nuk për di sa bero kamera, është GBP USD në 5 minuta time frame. Do me thonë ku veç se po duket që këtu është, do me thonë, komplet pjesa e ditës. Pëshini, te kjo pjesë këtu për orës 11 dhe 11, kur hapet edhe kur mbyllet e kur hapet dita tjetër, në qëtë pjesa, high of the day është që kjo, edhe qëtu kemi pas
ekzekutimin prej mentorit tonë. Ju keni me pa këto normalisht me ekzekutimin, me shenë me kej, që të poshtë u konë një time frame e madhe likuiditet që ka marrë, qysh po shihet që çmimi e ka bo këto, edhe mas ne është duke dhonë reagim. Ju të regu që është live market. Nuk besoj që dyshon ju mo për këtë punë. E di që s'kom gjyru shumë këto ditë. S'keni pa shumë për përditshmërive tona. Edhe sot ju mblodh pak, e kam pjesën e mentorimit, po është një treti shkurt sa postova një TikTok. Me ditë që kam ju kallëzu. Të unë i bjen nesër, po të ju i bjen mas pak minuta. Mirë mëngjesi, jo po mirë dita. Sot vlogin e kena fillu pak më vonë, është ora rreth orës 1, do më thonë 12:55, 4 shkurt, edhe deri tash për tregoj që ka ndodhur, pastaj shkojna aty te pjesa kryesore dhe super interesante, edhe dëshmuese, edhe gjithçka tjetër. Çka ka ndodhur sot interesant është kur jam zgjuar mëngjes, bum i kom qelë sy, kur pesho, njëna pi prop firma, që na jemi fondet me ta, bum, accounting breach. Edhe, për e dhëm, për këshyri pse, jo aktivitet. E dita që është gabim. Edhe, pi kontaktoj pronarit, qështë, ja kom që foktet, senet, jo të bo një farë migrimi, një farë kështu diçka. Edhe si e ka po, tha, në regull është, s'ka problem, është gabim, edhe del se nashta ju ka ndodhë dhe tjerë apo diçka. Marrena 15 minuta, akonta e dijen, emailin këto, edhe u rikëthy akonti. Diçka shumë interesant. Su ka bova ki ma herë, do më thonë qështu, po, gabimet ndodhen. E para, tjetra. Ove, nuk mundet be më konë ndryshe mënyra që është çmimi folin. Vëzhdet me ditë me kuptu. Nuk mundet më konë ndryshe mënyra që është çmimi lëviz. Hajde me mu në Bitcoin me shku. Hajde me mu t'ju tregoj diçka Bitcoin me fakte, me sene që pashtë e kom postu edhe në TikTok. Me ju tregu se qysh e kemi parashiku ramjen e këti deri në $73,000. Para se tregtar me win rate të mëdhaj botëror, para se ata me postu. Për shembull, dikush që une jam në kontakt me to, jam kogja kështu ajo që e ka lyt një rol shqip tepër shumë të madh për sa i përket pjesës dijenis që une e kam sot, që nuk uj me falendru as njerë sa duhet. A e ka postu, edhe nuk është tjera parë, e kam me fakti këta, ka postu me 18, unë e kom postu edhe kom thonë në grup me 16, që a kom po qyqet e pse se s'polve funksionë ndryshe. Çmimet përkulen që ti sistemi. Që, falendere Zotit, neve na ka mundësu me ditë, me mësu, me analizu, me tregtu. Po ashtu mundet edhe juve. Po veni kryesor për këto, i ka 3 shkollë. IPU. Qëtu është pjesa e Discordit, qëtu është pjesa e qarta, live market. Këtu pesheni ju, këti i duhet një mjek, qëtu ja ka njësë malon novkën, mjeku mu, shumë interesant, i këti në syna, ose i operoj këto. Këtu jemi me 16 nëntor 2:33. Shënë që qëtu, se dikush menon që është foto. 2:33. Edhe, e kom dërgu Bitcoinin, e kom dërgu arsyen edhe ju kemi spjegu që për çfarë arsye ka ra këto që këto ka bo hiq spedi pse ra Bitcoini. Okej. Edhe ju kemi spjegu qa qysh tek pse antarve, pse ka ndodhë kjo. Më pas, kur kemi shku më poshtë, ishte, do me thonë, 2:30 e mëngjesit, para më në natën. Edhe, kur kemi shku më poshtë, këto e kom bo shumë më në detaje, okay? Kur kemi shku më poshtë, fillimisht ka bo e gara, veden pak, një farë shembull e kena marrë të dikujt që fatkeqësisht na tregojnë, na shesin men, më vje keq që thëmë kështu, amo
Kur vjet e punat e çmimit thot, jo s'ka ku shkon ma poshtë, s'ka ku shkojnë jo që tek. Që ky menim i ka bo humbjet më të mëdha në tregtim. Jo te na shqiptar, kudo në botë. Nuk ka këtu s'ka ku shkon, s'ka gajle. Këtu s'ka se këtu s'të fal. Edhe të kushton gjithmonë me para. Kështu që, ky ka bë pak hajgare, po në ora 16 nëntor, në ora 10:42, do të thonë në mëngjes, në 8 diçka, jo natën mëngjes, po ditën mëngjes, më është pyet pikë këtij antarit ton legendës, e ku nalet tash. Nuk u ka nëse ku nalet edhe tash kryet, po do aspektin që ku pretendon çmimi që të romje, ku e ka atë synin. 16 nëntor 2025, 1:57. Që këtu, 1:57. Qëto, pëshini? Unë i kam syt edhe të rreth $73,000. 94,934. 20,000 më shumë. $20,000 më shumë. Edhe unë e këto e kumbo, i kam syt të 73, që i bjen që tu u konë qmimi, qëre, 94, 95, që tu ku ka radikon. Në TikTok e kom thonë 99, 98, po që aty është, përshet që 98 u konë qëtë fair value gap, likuitetin internal. Edhe, prej qituit është 10 nëntor. A i të e po, që kjo javë, se jena në weekly time frame, këtu naltë, të Bitcoini këtu naltë, jena në weekly time frame, ta shë shufë. Edhe poshtë, këtu, prej qituit, sot jemi në 3 shkurt, që përbije afro 3 muj për para, syni jem ka qenë këtu poshtë, që e ka marrë pjesën e fundit të likuiditetit vitit kalu. Qëre, këtu, pëshe, hajde tash dalmi të qartat. Jemi në live market, që shpo muni me po, që të u konë pjesa e ku ka ardhë çmimi fillimisht, targeti unë i parë, pasi që ka ardhë këtu, që njerëzit që këtu kanë mytë të ble, range, lartë manipulim, boom down, si do mos tash, do me thonë i kemi pas fillimin e vitit 2026, këshëre që tu kom pjesa fundit e vitit 2025, e kemi call këto, e keni në TikTok e një kejt, ha edhe jerë po ashtu, që to, fillimi i vitit 2026 ka shku e ka marrë pjesën e fundit edhe ka mbyllë qëtë imbalans qëto. Me datë, me dit edhe gjithë shka tjetër. 72,968, rrëth 73, kom thonë. Nuk është kjo Forex, është një fush komplet tjetër e tregtimit. Qëre, nalt, qëre. Bitcoini. Që është Bitcoini? Kur veprat dalin edhe të regohen, fjallë bin poshtë. Po kjo, falendërimi dhe kanë veç Zotit për gjithë shka edhe qka është më e mirë është se leja e ndjenja që ti e përjeton kur bën diçka. Po tash, qka është të ndohë brenda IP University, antarët qka e në të bo, që a beson ka ne nuk po mujnë as mi mëri me i tregu kejt, suksesi që është të u po, ndjeni, në vepra, në kalimet faza, sa në vene, krejt, ajo është një ndjenjë që nuk më me përshkru. Fjallet që na thojnë, urimet që na japin, dikujt kemi persona matë më shumë, kemi persona të ri, kemi persona që kanë kriju familja dhe me ardhë mu si një ri, si një djallë super normal. Edhe me më thonë fjallë të nivelit shumë të nalë, veç me më thonë Zotit rujt, më botë. E leje mo, qysh na bojnë dhe qysh vjojmë matutja është një ndjenjë që nuk muna me përshu veç thëmë falendrimit e konë Zotit, po ashtu i falendrojmë dhe vlerësojmë gjithë këta që kanë posë, edhe besim edhe guxim, se duhet guxim për kështu, sidomos në këtë industri që 95% janë scam, që 95% le vetën, po edhe tjerë ti kanë bo scam, që janë fakte, mas fakte që të mitë mujnë ketë me kalzu. Amo na nuk është që me tjerë. Për ndyshe tash, kemi më bogati, kemi më vazhdu, pos një antar që ka pos super sukses për këto 2 muj, na ka ftu me një vend shumë special, vetëm në shenjë falënderimi, diçka që na vlerësojmë shumë. Rrini me neve. Hasej. Këpati hova ti ki 100 kila dhe je 2 metra. 106. Miq,
Qysh, po mundi me po, veç se kemi një takim me një për antarëve tonë që s'kena mu po njëni me tjetërin tavolin, e kena një takim për shkak të suksesit, do me thonë, që është diçka që neve na e vlerësojmë për stepër më shumë, edhe këto kena me bo tradit. Masi t'ja shojnë hajrin, hajan? Mish... Jo dengu. A dengu unë, po... Veç se, besoj, jemi gati. شو منكم يا حبي يا عمري خليك حادي بدي انا شو بدي انا غيرك ما بدي يا عمري خليك حادي يما 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 Tash veç se qysh po duket jemi nis, kemi me shku prapë në Prishtinë. Jam bashkë me djemë qysh e parë veç dej tash, do me thonë veshë të mëdhimt. Qysh ke? Ale Leila qysh ke? Ahle Leila. Si po ndihesh sot? Super, shumë mirë, shumë mirë. Edhe i lumtur. Shumë i lumtur. Jonz? Unë e po ndihem und. Nuk ko betu e dit lukti shaka me gjeta. Unë kom një nunë që dy s'kom hapur. Po halo me s'ka ardhë Ramazani o djemë. Lenz, mashallah sa po dokesh, Lenz. Nuk ban komi. Kujdes. A? A e und? Te i diku. Dalët. Po nuk jo. Unë me Luk dhe në tem e kam relationshipin shumë të mirë. A vedin? Nuk jom si ju. Unë e ha dhe për ty, sek. Mos u ngos një tongër. Mos u me kallë. Tash për vetë se jena zvoshku, une Joni, që po mundi me po tash është edhe Leonardi, edhe është një prej antarëve tonë, që jena shumë të lumtur që e kena është Artanin, për ndryshë është një pronari një kompanisë shumë të madhe në Gjilan të njohëm, po s'po hina ma detaja, jena këto të një super van, edhe Artani sot nive na ka ftu, për shkak jena mbledh me arsye suksesi që është diçka që na jena shumë krenor, edhe ma shumë connection, biseda për këtë punë. Mësoj do pyetje ja bojna ndërkohë Artanit, qishë do kaluan e i knej. Shihemi pak në vazhdim. Shau du Lonz? Lion is hungry. He Ti një prej këtë djetori, qështë kene bo edhe me pas pyet për ndryshimin tonë para se me këto, do me thonë masi kjo ose një lloj një tregu, një lloj prezentimi të vogël për sa përket që sa kush e ke, çka ke bo, çish ke bo, tek ke bo, i shkon e mirë, jo vetëm për neve, po për edhe ketë ata që këshin edhe që e shohin që kjo është rrallë. Të pas parasysh një farë nëse mëna me qujt një farë përvoje të vjetër para qartave edhe mënyra se që shone i këmba qartat edhe candlesticks para se na më taku dhe para se më të ndërgju të folë dhe të spjegu ndryshimet mujna me thonë që jem thonë maramence ose me shkallë, disa mi thonë me shkallë se në që në dhe të shkallë në pak, po jem thonë si me dalë komplet prej një terët pa drita edhe me dalë në dritë dillit komplet. Del në dritë, janë nisë me po podrat, janë nisë me po rafshin, janë nisë me po desin, janë nisë me po gjithë shka të paka shumë nëse mujna fibra të vesh në shprej në tjetën e ndryshimin për një menta onë që du që shëku po pra është vizet tregun që kom po ma herët. Kom po lëvizjet tregut po shnajt. Dhe po falesht krejt e kena ditë që do të me ble lirë dhe me shqit shtrajt edhe nashta që të krejt e din. Po me gjithat nuk e kena ditë pse po kushtan lirë dhe pse po kushtan shtrajt. Dhe vëllon, këto farë lëvizjet e qmimit nuk është i kena ditën thellësi se pse po ndodhin. Edhe pjesa ma e rëndësishme tani, pjesa ma e rëndësishme që nësë që unë e personalisht nuk e kom ditë absolutikisht heq, është momentet se kur ato po lëvizin. Do më thonë të kohë. Pjesën e kohës të kohë. Unë e kom pasë... A jesë të i bindun që koha ka më rëndësi se qmimi market? Koha ka 100% më shumë se qmimi rëndësi market. Definitivisht ato dyja, sa të shkojnë bashkë, definitivisht
jashtë kohës du zero paraci, që çka tjetër, se çmimi u kthy gjithmonë dikun, po unë nuk di pse u kthy gjithmonë. Çmimi gjithmonë dikun thëshën përpara ka bëni support. Po pikërisht aty pse jo ma poshtë. Puna kena po unë kom po personalisht i njerëz që janë të njohur për sa për këtë qësoj edhe nëse mund na më quajt eksperta këtë në televizor unë vetë kom thënë edhe i vizaton aty 100 shtëpia supporta dhe dikun që ka munor. Dikun dikun nalet. Amo esenca është kur qysh tek pse edhe që ti me arrit ato që me shfrytzu lëvizjen e rrohet. Dikun gjithmonë nalet. Unë këtë pjesën që po nalet dikon tash e dishme. Po pjesën se ku mi u qas në tregu, që të nuk e dishme dhe kjo na ka shkaktuar humbje gjithmonë konstante ose na ka shkaktuar më shumë humbje se sa fitimi. Edhe kur humbjet bëhen më shpesh tani edhe pjesa emocionale ndikon që humbjet e shpeshta më thyn humbje totale. Kur po dëgjuar ke pasën me Aerosmith, që unë di që mekanizmi më fjerë. Hala ta kur personazh. Mënyrën se çush mënyrën e dollarit. Indeksi i dollarit dhe më thonë rrallë, të në ato e në kom po shumë marrë, se më na spjegu në ligjërate dhe më thonë, të në që e ke pas në YouTube dhe TikTok. Që aty e kom po që dikush e din ku kthehet. Edhe pse kthehet. Është dikush që pedika, që ku ka një pikë që ka me një moment caktum, kur po kthejka, edhe me një mënyrë caktuar se kur po kthejka. Domthonë pas ka diçka që në dinë, pas ka diçka që me vite, na nuk e dishmi, ama dikush pe dik. Diçka është shumë fondi që sa i ke. Na tonë, po kollën atë që se na nuk morën kërkon na pa ordhë, pa me na treguar çfarë intervistë të shkuar. Intervju, ma shku. Nuk kena pozë, me si person tjetër me anë. Tani kanë dorë. Vetë jam interesuar një vjet që shkohet. Para se të shkojmë në kon tepër i qartë se çka janë të prit, çka janë të lyp. Kallzona, a janë te galu peshmëritë tua? Kom pas pritshmëritë atë drejtën, po jo çka që. Jo çka që. Arsyeja se s'kom pas pritshmëri është për shkak se e ku mendon që ajo çka diçka na shtat den, po na shtat edhe është Po edhe ky vargje aty i krejtjerëve. I 95% që edhe shumë thjesht është një njëri që ka marrë disiplinë drejtë, edhe ka mori ose është një njëri që është me shit diçka. Po, 100%. Domthon kjo. Po me marketer. Video që i po atë sakat kanë bëmë me në që ka diçka ma shumë se që edhe për shkallë u bojnë intervista të e për shkurt edhe kune nuk ndashta gjatë dëq asë me mërë spekimin të taj une ndashtë në njërë qasje direkte edhe fillim me një hershëm, po normal me prit randjen edhe momentin, për shkak se jemi konë në kohën kur dikush ka fillu ma herë dhe të është me prit momentin. Qashtë, nuk mojnë na qysh me thonë çdo 2 javë ose diçka me trimi, ti më se dhe aty në kena komplet 3 asenit. Këtu tash çka ka orë kjo impresionimi më i madh. Është pjesa e përkushtimit. Është pjesa e përkushtimit, shpjegim edhe asajna çka kupon. Çka kena mësuar na për tregtimin këtu. Domethënë, unë qatë shumë këmë lezu veç në fakultet. Ose qatë shumë më formata këmë marrë veç në fakultet. Nuk është badihova i ti university, po du. Definitivt, e ka arsye Ta dy testimin këna mojë të fondë, e ke po. E ka arsye këtë kushtim, pjesa testimit dhe një formë më njëra se që organizohet tekst. A ke po, e kena një prej teknologjive me aplikacione më të mira që diktohen edhe kush po kopjën. Absolutisht. Domethënë, ajo mënyrë testimit, domethënë ajo përdoret veç në universitet. Ajo përdoret veç në universitete në trajnime shumë të avancuara. Nuk përdoret gjithmonë. Flasim më në kurse të Forex-it, se Forex u bën si që më thonë, e kanë banalizuar qatë shumë, e kanë banalizuar dhe në qatë pikë, sa me shumë një kërështë. Shumë keshët të pjesët, keshët në një kërështë Forex.
Ka përqysh trekar shumë kur thoj ke për më bo doktor edhe ke për 5-6 vjetë, 10 vjetë, për më bo arkitekt, 7-8 vjetë, inxhinier, por e këtë hadja nisë minesër. Hadja nisë minesër. Kanë punën ma qëtirë në botë, ki bëjsh me prej menve, ma të menqë. Çdo lëvizje ta prej parën. E vërtet. Çdo lëvizje. Edhe çdo herë që gabon e pagun. Edhe nuk ka lidhje eksperjenca në atë aspektin që ti mund mi pas 5 vjet. Një gabim i joti, prapë mund të kushtu. Se për shembull që ju në biznesin e ju që i keni 5 vjet ti nuk është që mund me gabu sikur para një kohë sikur tash se e din që amu këto të kushton. Për atë arsye është pekume mas tjera mos edhe që fund ti banalizimi është qatë që i madh kur dikush i harxhon 5 ditë, a një javë, a 2 javë, a një muj për me arti me mësu. Nuk ish pas as megjithatë unë s'kam çak më keq kuptuar këtë se unë punëtorëve kështu që janë si fizik si keq me pas kapu që heki. A vedin, po nuk ish pas punë të ona kërkush keq 5 ditë kishin kryer dhe keq ishin boçës. Absolutisht. Ishin mshel me fura, me ndërtimtaria, me sene, s'kish pas as banesa, as kurrë. A ke pas qysh është spikim? A ke pas që normal, pa pas çat informacione, si çika hormoni i mirë, për shembull çish do të kishe një breakout ose diçka, nuk mundet më kon. Domethënë, ata e bën qëllimisht që me komplet me Tash që me ndrugu. Tash që kuptue. Nështë ama në fund më me thonë që pse një breakout është për një me breakout, edhe pse një breakout nuk është për një me breakout edhe këthejt. Bravo. Për para veç e kena di që o këthyve, na morën së të vloza. Kena di shapat që të nalë që u këthyve, qka ndigaj që u këthyve, ose sa ke ora që u këthyve. Qaj, që shtorë më hera që ishin biset fuqia informacionit. Fuqia informacionit është në bitës gjitha. Ashtë ka më të dyshim që në vend në brava saj që këna bote i tash suksesi më në po të Sen se je prove tonë, qysh e tekst po qelë me shumë veç s'ka me rojë po që a e i knasht absolutisht të brej knasht Fund pak që mos ta bojmë edhe kështu nëse i shkon dikush veç që nuk ose është interesu mu se diçka ose na i sen përsa e përket së lëvizjes. Nëse ta kisha bo veç një pyetje, a e ka vlet investimi jonë që dije që ta në shëndruar është në aplikim edhe kejt, qa i kështë thonë diçka shpejt edhe shkurt? hajtë një sash që ka shlirë Që ka që? S'ka fajt, s'kam shka me bo, as s'kam shka me shtu. me dine se po unë ajo marë që ka shlirë Falenderojna shumë për respektin, për kohën, për sa për këtë mënyrë, faleminderit për çdo gjë që ke ndonë me neve. Kamera është shumë, po na nuk është që na ndikon tepër shumë. Çka ka një këta nuk është 1% çka kena bisedu bash. Kështu që unë e vlerësoj shumë mas pori gëzimin, besimin edhe kohën që ndonë me neve. Për ndryshe, çka kisha dashur me thonë edhe me shtu të ketë kjo është që krejt është për një me, krejt është reale edhe është diçka që nuk ka më dyshim do. Transparenca, mënyra që funksionon, do me thonë krejt këto, është e mundun, është e ditun, pa më parasysh është e rrezikshme edhe shumica posedojnë dëshim të madh, amo qashtu qysh na e kena edhe emrin edhe ketë prej asajt pa mundurës mundet në botë mundur. Dahi, është dhe vata pas një nëzime këtë të shkrimi e këpunica me shakake. Veç na që du nejën e krytëm, po veç që të përqëtësh tash po menojna edhe me vazhdua jo. Po shumë na artanave, gjena një diçka që ti ishe specialist ajo. Ha? apo hajtë Tash jena me një ambient ku deri tash kem të folë për pjesën e ekspertizës tonë. Tash flasim për ekspertizën e këtij Arta. Me një shtek do. I pja dorën.
Po më dohet u kthyma. Lë mu ishme me shku në shpe. Për ndryshe, tashma sapo jemi rikthy në Gjilan edhe nuk e di net si që to nuk ka sen që kisha thonë që mund mi pagu ose diçka, konekti që bëhet, bisedimet që bën, vizioni që është i njëjtë, është diçka shumë tana kur suksesi nuk mungon, sidomos te dikush, është diçka që unë e vlerësoj tej mos. Tana falenderojmë shumë edhe Artonin, super antarin ton që ka pranu edhe me qenë pjesë e una me tregu që gjithë shka reale, me njoft jo pronari qka e është, ju e dini që se dikush janë Leonard mundën me menu që kjo është veç show, veden? Po, me njoft jo, kush e nje, besoj mund me dit, po me njoft ju për një me, ju të një me dit qfar nivelin, aspektin e bagazhit biznesor është i nderumi edhe na ka besu neve përsa e përket kësaj pune edhe çfarë sa i knasht është çfarë rezultate super suksesshme ka për mua është edhe përket neve po folin aspektin e impossible është një krenari që jo që diçka po nuk e di sa mundet mu përshkru me fjalë. Gjithçka është reale, gjithçka është mirë, gjithçka është për me tregu që krejt është e mundur, amo duhet punë, duhet përkushtim, duhet sakrificë, duhet seriozitet, edhe gjithçka është e mundur. Darbe si që kjo do me flej, do i lomës. Apo mi përshëndet një audiencën edhe me përfundu natën e mirë. Natën e mirë. O i lomës. Se syni. Natën e mirë, se syni ja kanë gjitë. Natën e mirë që jemi prapë. Jo 80-80, po 08-08. Si jeni, ajni mirë, ajni lobë. Besoj që deri tash, deri që ky vlog ju ka pëlqy, shumica për ti, do me thonë, ka pos diçka edhe ma ekstra edhe ma speciale, sidomos kur ishim së bashku me një prej super antarëve tonë. Është një dëshmi që e tregon që gjithçka është real, edhe do Zoti madh ka me vazhdu në atë mënyrë. Por kush nuk vjen në vlog tonin për pikë qefit, ose se këto si janë sene që mund mi shumë me, sen për shka marrë me folmi për mu s'ka nevoj marrë me folmi se na e kena të regu dhe dëshmu vetën 100.000 herë, po përsa e përket asaj është një super ndjenje mirë kur dikush pranon me folë në favor të asaj që shukon edhe çka ka ndryshu, çish ka pos mire, këtë është më ranë. Që pjesë të fundit për bëj për përfundim është dita e premte e gjumo, dita më e bukur e javës, edhe po du me përmbyll me një pamje, me një rifreskim që ka ndodhur këtë ditë tek ne, diçka që kam thonë prom që ka ndodhur sot, e kështu me radhë. Pas e kom përfundu mentorimin dje në 10:48, këto në mbrëmje, 10:48, kom dërgu për Golden edhe e kemi pas që live market, si gjithmonë. Live market ka qenë dërgu, edhe ka qenë një prej atyne që na e kemi dërgu këtu, edhe gjallë dhe këtë e kemi pas këtë synin poshtë, nanën e poshtme, që ku konë lower time frame që shdu këtë syni, edhe këto gjësësi live market, ndërsa tash në live market që shini të e po, veç shikoni qëfar ka ndodhë. Okej, veç shikoni se qëfar ka ndodhë. Qëre niveli këtu, ku ka pas gjallë dhe këtë më konë, edhe që e fix identik me ta që veç është marë, cek, edhe ka vazhduar në sipër. Është mënyra dhe logjika qysh edhe çka duhet me ditë. Normalisht IP University këto verse e di. Edhe kjo është përsa i përket vetëm pjesës së dje, që nëse shkuna në daily time frame që vetëm e ka arri që cek, edhe ka dhënë reagim. Që kjo është goldi. Po, a kemë veç këto? Jo, hajde shohim edhe tjerat. Po të regojmë tregtit humse
Tregtit break-even edhe tregtit fituese të kësaj jave ka fillu me 2 shkurt, edhe po përfundon sot me 6, edhe pse sot besoj kanë më bërë dhe tjerë, po nejse. Këtu e kemi pjesën kohën e kom fillu me 3 shkurt, hanës ku tregtu, me 3 shkurt e kemi bo një humbje. Pastaj prap me 3 shkurt njëri për antarëve tu e ka pas një humbje, ideja u ka në qartë, por koha e gabume që është mëse në rregull. Këtu e kemi një tjetër, do me thonë 3, këtu e kemi një tjetër shihet që shi ka ndodhë, do me thonë stop lossi i lanë jo në njërë adekuate, edhe ka prej stop lossi më pas ka vazhdu që është mëse në rregull, është ndodhë të gjithë, njëni për mentorëve tonë, edhe kjo e ka pas, shkoni një humbje dhe ka vazhdu në anën e poshtme, e nejse dje këto stop lossi jo mirë i bon, do me thonë i vendosën, pa më parasysh që një krejt e mësojmë, po ka njerë këta që ka morë me ndime vetë, është detyre tyne për qyshe tek, po esenca kryesore është me edit gabimin, edhe kjo është një trej tjetër i humbur, që mbire e njësë dhe këmë thonë, pamja për shijet, nuk ka besoj, nuk ka nevoj me bërë review se ku është gabimi. Tregtit break-even, e kena pas 1 me 4 shkurt, edhe dje i kemi pas 2, 3 tregtit break-even. Tregti fituese që i dyti në ora 7 mëngjes. Këto nuk po ju tregoj, kështu, veç se përbëj shpejt swipe të poshtë me bas sa shumë janë këtë javë. Si gjithë, nuk është esenca a ki me hub gjithë qysh kur të gabojmë ne. Se faji merret, përgjegjësia merret, gjithsesi. Po gjithmonë duhet me pas fitime më të mëdha se humbjet që në fund rezultati ne u vlerësu sikur pozitiv. Ky ishte vlogi jo, shpresojmë që ju ka pëlqyer. Vlogjet e tjera kemi mundu me bo në mënyrën më të mirë të mundshme, me do adrenalina e me do gjëra që jemi duke i përgatit për mi bo, që janë shumë interesant, kështu që mundësisht me dëshirën e juve dhe interesin e juve na ndiqni. Na bëni subscribe në YouTube, follow në rrjetet tona sociale, sidomos Instagram dhe TikTok. TikTok ku jena më shumë të përditshëm, Instagram ku ishini kejt këto dalë. Se dikush nive në thot se di ose sha postoni, qysh postoni. Ata që na njohin e dim që me vite na çdo trade që bëhet, a është humbje, a break-even, a fitim, postohet në Instagram story, që tjertë me reflektu, me po edhe me tregu. Ky ishte vlogi për këtë javë, shpresojmë që e keni një ditë sa më të mirë, veç se besoj që do të postohet në weekend, ndërsa juve sot ju uroj një ditë të premte, sa më të lumtur, sa më të mirë, edhe shpresoj e shihemi në ditët e radhës e vlogjet e radhës. Kaloni sa më mirë.